Mirëdita gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës, shkëlqësia juaj, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, i nderuar kryetar i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, të nderuar drejtues institucionesh, kërkues shkencor, dashamirës traditës dhe mysafirë të çmuar. Kam nderin dhe privilegjin të çel punimet e kësaj konference shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Instituti i Antropologjisë. Sot, me 25 qershor 2026, Sada Alex Buda bëhet dëshmitare diskutimesh sa shkencore, aq dhe komunitare dhe shoqërore, të përmbledhura në titullin Tejet evokues kur toka flet me emra. Kur themi toka flet, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një metaforë poetike. Emrat e vendeve janë apelimi i përgjegjësisë dhe historisë kolektive të një komuniteti. Përpara se të ekzistonin hartat satelitore apo sistemet GPS, komunitetet i shkruanin raportet ekonomike, politike, doksore, historinë, shpresat dhe besimet e tyre drejt për drejt në lëkurën e tokës, duke i pagëzuar vendet. Një emër vendi është një urë kohore që lidh komunitetin me vendin, njerëzit dhe brezat me njëri tjetrin. Në këtë aspekt, antropologjia kulturore dhe sociale si dhe antropologjia gjyqësore luajnë një rol thelbësor pasi na ndihmojnë të gërmëzojmë, të zbërthejmë dhe të kuptojmë alfabetin e ndërlikuar të raportit midis njeriut, komunitetit dhe territorit. Nga njëra anë, antropologjia social-kulturore na tregon se territori nuk është thjesht një hapësirë gjeografike apo fizike, por një produkt social i mbasur me kuptime. Komunitetet e jetësojnë hapësirën përmes praktikave të përditshme, marrëdhënieve konkrete dhe strukturave kujtesës. Nga ana tjetër, antropologjia gjyqësore na pajis me mjetet për të lexuar se si gjuha dhe toponimet nuk janë thjesht etiketa pasive, por agent aktiv që formsojnë mënyrën se si ne e shenjojmë dhe përjetojmë botën. Të emërtosh një vend do të thotë t'i japësh atij një ekzistencë kulturore, ta bësh pjesë të identitetit të komunitetit dhe ta rrethosh me një kufi kuptimor. Kjo aleancë mes gjuhës, shoqërisë dhe hapësirës reflektohet qartë dhe në shumë nga kumtesat sot. Kur flasim për hapësirën si kujtesë, ne duhet ta shohim atë si një matricë të gjerë ku ndërthuren disa dimensione jetike. Emrat e vendeve pasqyrojnë se si komunitetet kanë organizuar jetën, pronën, bujqësinë dhe blegtorinë nëpër shekuj. Ata mbajnë mend ekonomitë e vjetra rurale dhe mënyrën se si njerëzit kanë vepruar me burimet natyrore. Territori po ashtu mban gjurmët e kufijve të ndarjeve administrative të pushteteve që kanë kaluar, por edhe të drejtës zakonore e ligjore mbi tokën. Çdo emërtim mbart shpesh të drejtën dhe legjimitetin e një komuniteti për të jetuar në një hapësirë të caktuar. E megjithatë, kjo marrëdhënie sot ndodhet para sfidave të mëdha epokale. Ndryshime shoqërore dhe tranzicioni politik i dekadave të fundit kanë sjellë një transformim rrënjësor të peizazheve natyrore dhe territoreve, si dhe raporteve që komunitetet kanë me to. Valet të mëdha të emigracionit dhe ndryshimet demografike kanë bërë që shumë fshatra dhe zona rurale të zbrazën, duke rrezikuar që mikrotoponimet dhe kujtesa e tyre gjallë të fshihet bashkë me largimin e brezave që i mbajnë mend ato. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i turizmit kulturor po i ridimensionon raportet që komuniteti ka me territori. I parë dikur vetëm përmes syrit të komuniteteve lokale, sot vendet po rikonceptohen si destinacione kulturore, ku toponimia, historitë lokale dhe identitetet kolektive shndërrohen në një pasuri që duhet mbrojtur dhe prezantuar. Hapja ndaj turizmit shpeshherë sjell një ridimensionim të plot komuniteteve, pasi këta të fundit duhet të ripërcaktojnë lidhjet e tyre me vendin, duke gjetur një ekuilibër mes ruajtjes së kujtesës historike kulturore dhe përshtatjes me dinamikat e reja ekonomike dhe identitare. Një nga vlerat më të mëdha të kësaj konference, si dhe projekti që i parapriu zhvillimit të saj, është në lidhje me përfshirjen e kërkimit shkencor me shoqërinë. Përfshirja e shkollave, lidhja me brezat, kthimi i komunitetit nga një objekt studimi në një bashkautor të dijes shkencore është masë ndër kontributet më domethënëse që ne kremtojmë në këtë konferencë. Kujtesa e tokës dhe e gjuhës nuk njeh kufin shtetëror, ajo udhton bashkë me brezat dhe njerëzit. Ndaj, një nga momentet më përmbushës të kësaj
përfshirje shoqërore dhe shkencore është nënshkrimi i marrëveshjes me Institutin e Antropologjisë dhe Komunës Arbreshe Tururit në Molizet në Itali. Po ashtu vlerësimi sot me çerikata mbledhës tradite është një akt i drejtë për drejtë i mirënjohjes publike ndaj qytetarëve dhe mbartësve traditës, të cilët me pasionin e tyre mbajnë gjallë urat dhe komunikimin mes shkencës, brezave, kujtesës dhe vendit. Të nderuar kolegë, kur një emër vendi harrohet nën presionin e ndryshimeve politike, ekonomike, demografike dhe kulturore, një pjesë e historisë dhe raporteve tona me territorin shuhet përgjithmonë. Toka ka folur, komunitetet flasin me dhe nëpërmjet saj. Na takon neve si shkencëtar, si institucion dhe si shoqëri ta dëgjojmë, ta dokumentojmë dhe t'i përgjigjim thirrjes tyre. Në mbyllje, kam nderin t'ja kaloj fjalën Presidentit të Republikës, Zoti Bayram Begaj, për përshëndetjen e kësaj konference. Ju falenderit. Nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, Zoti Gjinushi, nderuar profesor Shamku, të nderuar akademik, studiues, mësues dhe nxënës, të dashur arbresh, të nderuar pjesëmarrës, në gjithë trevat shqiptare. Duke ardhur sot këtu, si çdo ditë vitet e fundit, pas grupe turistës tuaj që kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion pushimesh. Disa vinë për detin, disa vinë për malin, disa për qytetet tona të vjetra, disa për kureshtjen për të njohur një vend që po bëhet gjithnjë më i pranishëm në artën europiane të udhëtimit. Dhe mendova se kjo konferencë ndodh në një kontekst mjaft domethënës. Ndërsa shumë tuaj vinë të na njohin përmes bukurisë së vendit, ju jeni mbledhur sot për të na ndihmuar të njohim më thellë vetveten, përmes toponimeve tona dhe kështu edhe të njihemi edhe më mirë prej jashtë nesh. Titulli i kësaj konference, kur toka flet me emra, është i bukur, pikërisht sepse e thot kuptimin e vet në formë shtëruese. Ai na kujton se toka nuk është vetëm hapësirë, pronë, hartë apo territor administrativ. Toka është edhe fjalë, është kujtesë, është gjurmë e njeriut mbi vendit dhe e vendit mbi njeriu. Në kohë të tilla kur vëmendja publike shpesh dominohet nga politika, nga konfliktet, nga pasiguritë dhe krizat, fakti që ju zgjidhni të merreni me kulturën dhe me elementin më identifikues të saj, gjuhën, ka një vlerë të jashtëzakonshme. Është një kujtesë se shoqëritë nuk mbahen vetëm nga vendimet e ditës, por edhe nga vazhdimësia e tyre kulturore, jo vetëm nga institucionet, por edhe nga kujtesa, jo vetëm nga ekonomia dhe siguria, por edhe nga dia që i jep kuptim përkatësisë sonë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rrugën tonë europiane. Shqipëria shkon drejt Bashkimit Evropian jo duke lënë pas vetes identitetin e saj, por duke e marrë atë me vete si vlerë të shtuar. Europa nuk është një hapësirë që kërkon zbehjen e kulturave kombëtare. Përkundrës, ajo është ndërtuar mbi bashkëjetesën e gjuhëve, traditave, kujtesës dhe përvojave të ndryshme historike. Në këtë shumësi, identiteti shqiptar bëhet një pasuri që i përket natyrshëm historisë kulturore të kontinentit. Prandaj, studimi i toponimeve, i emrave të vendeve, krojeve, maleve, fushave, kështjellave, shtigjeve, vendbanimeve dhe hapësirave të tjera të kujtesës shqiptare, nuk është thjesht një ushtrim kërkimor akademik. Është një mënyrë për të lexuar historinë, aty ku ajo ka mbetur e shkruar pa letër, me gojdhëna, me përdorimin popullor, në kujtesën e familjeve, në hartën e komuniteteve, në fjalët që kanë bijetuar më gjatë se sa shumë dokumente. Siç e thoni me drejt, toponimet nuk janë vetëm emra. Ato janë dëshmi të marrëdhënies së gjatë mes njeriut dhe vendit. Në to gjenden lëvizje popullsish, tiparet natyrës, shenja besimi, gjurmë ngjarjesh, kujtime pune, rrugë migrimi, kontakte kulturore, forma të vjetra gjuhësore, por edhe ndjeshmëri njerëzore, që shpesh nuk i gjejmë dot në arkiva. Përmes tyre,
historia, gjuhësia, antropologjia, etnografia dhe letërsia takohen në një hapësirë të përbashkët kërkimi. Në këtë kuptim, unë e vlerësoj fokusin e organizatorëve se hapësira është edhe kujtesë historike, edhe kujtesë gjuhësore, edhe kujtesë antropologjike. Një vend nuk ruan vetëm atë që është ndërtuar mbi të, ruan edhe atë që është thënë për të, mënyrën si është quajtur, si është trashëguar emri i tij, si është lidhur me jetën e njerëzve. Emri bëhet kështu një urë midis territorit dhe komunitetit, midis së kaluarës dhe të tashmes, midis shkencës dhe kujtesës popullore. Një vlerë e veçantë e kësaj nisme është përfshirja e të rinjve dhe e shkollave. Në një kohë kur flasim me shqetësim për tkurrjen demografike, për uljen e numrit nxënësve dhe për sfidat e arsimit, çdo projekt që i afron rinin me dijen, me kërkimin dhe me kulturën kombëtare, meriton mbështetje, meriton respekt. Shkolla nuk është vendi ku transmetohen njohuri, është vendi ku formohet kurreshtja, ndjeja e përgjegjësisë dhe aftësia për të parë lidhjen mes vetes, familjes, komunitetit dhe vendit. Ndaj, unë dua të përgëzoj sot të gjithë nxënësit dhe shkollat pjesëmarrëse, por edhe të gjithë ju pjesëmarrësit. Në projekte të tilla, rëndësi nuk ka vetëm çmimi, rëndësi ka guximi për të kërkuar, për të pyetur, për të dëgjuar dëshmitë nga më të moshuarit, për të shkuar në terren për të parë vendin, jo vetëm banor, por edhe si ulëmtues të tij. Në edukim dhe në shkencë, shtysë efektive është ajo që të mos shuhet, është kurreshtja. Kur një i ri mëson të pyes për emrin e një vendi, ai ka filluar të pyes edhe për historinë e tij. Do të vlerësoj gjithashtu iniciuesit dhe organizatorët e kësaj konference, të cilët kanë menduar një ide të tillë dhe kanë arritur ta bëjnë atë të prekshme përmes mbështetjes kërkimore. Kjo është mënyra më e mirë për ta lidhur shkencën me nevojat e shoqërisë. Kur kërkimi shkencor del nga muret e institucioneve dhe shkon drejt shkollës, drejt komunitetit, drejt terrenit, drejt brezit të ri, ai fiton një kuptim akoma më të gjerë publik. Me rëndësi është edhe fakti që kjo nismë nuk është e kufizuar, nuk kufizohet vetëm brenda hapësirës shtetërore të Shqipërisë. Përfshirja e komiteteve arbëreshe është një zgjedhje e drejtë, e duhur dhe e domosdoshme. Bota arbëreshe ka qenë pjesë aktive e vëmendjes dhe agjendës time gjatë gjithë kësaj kohe, sepse ajo përfaqëson një nga dëshmitë më të çmuara të qendresës kulturore shqiptare. Në gjuhën, këngët, ritin, kujtesën dhe emrat e saj, ajo ka ruajtur për shekuj një lidhje të gjallë me origjinën. Po aq inkurajues është synimi për ta zgjeruar projektin me Kosovën, me shqiptarët në zonat e Maqedonisë Veriut. Nuk e di jam i saktë. Një hartë e kujtesës shqiptare nuk mund të jetë e plot pa këto hapësira. Ato nuk janë periferi të historisë sonë kulturore, ato janë pjesë përbërëse e historisë tonë. Do të doja personalisht që kjo hartë të zgjerohesh akoma më shumë. Pse e them këtë fakt? Për faktin që kudo ku kam shkuar, kam takuar të gjithë ata shqiptarë të diasporës vjetër dhe të re. Flas për arbanasit e Zarës në Kroaci, flas për diasporën tonë në Madric të Bullgarisë, flas për shqiptarët e diasporës në Moldavi, në Ukrainë, e kudo ku ata janë. Kështu që besoj se edhe ata duhet të jenë pjesë e këtij projekti kaq signifikativ. Samiti i diasporës nxori gjithashtu në pa nevojën për një politikë më aktive, më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse për diasporën, për gjuhën shqipe dhe për studimet albanogjike. Diaspora nuk duhet parë vetëm si një lidhje emocionale me atë, por edhe si hapësirë dije, kujtese dhe bashkëpunimi. Më shumë raste, ajo ka ruajtur ato që koha, distanca dhe ndryshimet e shpejta mund ta kishin zbehur. Të nderuar pjesëmarrës, ne jetojmë në një kohë urbanizimesh të shpejta. Qytetet zgjerohen, fshatrat ndryshojnë, peizazhet marrin funksione të reja, mënyra tradicionale të jetesës zbehen. Bashkë me këto ndryshime, rrezikojmë të humbasim edhe emrat, dhe bashkë me emrat, kuptimet që ato mbartin. Prandaj, vjelja, dokumentimi dhe sistemimi i kësaj kujtese është një punë që duhet nxitur vazhdimisht. Nga përvoja ne e dimë se nëse një emër humbet,
nuk humbet vetëm një fjalë, humbet një lidhje, humbet një shpjegim, humbet një pjesë e vogël, por e pazëvendësueshme e kujtesës sonë të përbashkët. Unë besoj se arsyetimi shkencor i kësaj trashëgimie gjuhësore dhe antropologjike dëshmon diçka që është mjaft thelbësore. Shqipëria dhe shqiptarët kanë qenë kulturalisht dhe historikisht pjesë e pandar e Mesdheut dhe e Europës. Kujtesa jonë nuk është e izoluar. Ajo ka ngjashmëri, ndërthurje dhe komunikim me kurbën e kujtesës së vendeve përreth nesh. Kjo bën edhe më të qartë se integrimi ynë evropian nuk është vetëm një projekt institucional i së tashmes, por edhe një ritakim zyrtar me një hapësirë ku në kuptimin kulturor kemi qenë gjithmonë të pranishëm. Ndaj, katalogimi i kësaj kujtese është jo vetëm një provë tjetër se po bëhemi europian, por e dëshmi se trashëgimia jonë ka qenë përherë pjesë e qytetërimit europian. Duke ju përgëzuar për këto konferencë, uroj që kjo nismë të vijojë, të zgjerohet dhe të kthehet në një model bashkëpunimi mes institucioneve shkencore, shkollave, komuniteteve dhe diasporës, sepse kur toka flet me emra, ajo nuk flet vetëm për të shkuarën. Ajo na flet edhe për përgjegjësitë që kemi ndaj së ardhmes. Dhe këtu unë dua të shtoj diçka në lidhje me vizitat e mia në diasporën e vjetër të arbreshve në Itali. Atje çdo gjë flet shqip. Dua të përmend njërin prej tyre, Atë Antonio Belushi, i cili nuk është vetëm ati shpirtëror i arbreshve. Ai është adetari i mençur, i cili në vitin 1990 ka bërë një fjalim mjaft fantastik në New York, ku në atë kohë, kur askush nuk e mendonte, ai thiri roft Kosova Republik. Dhe besoj se mesazhi i tij, i cili lidhet me faktin që kufijt vërtet ndajnë tokat, por shpirtin, gjuhën, kulturën, traditën nuk mund t'i ndaj dot. Nuk mund ndaj dot arbreshët, diasporën shqiptare me shqiptarët e Shqipërisë. E dyta që duhet përmend, ai ka lindur, jetuar dhe ka lënë një thesar i cili gjendet në Frascineto. Nuk e di, ju jeni studiues, ju duhet të hulumtoni akoma më shumë, por ajo çfarë kam parë atje është vërtet thesar që i nevojites trashëgimisë tonë gjuhësore. Dhe besoj se do të keni mundësi që ta vizitoni dhe të hulumtoni, të shtrini hulumtimet tuaja edhe në atë le themi biblioteka aq të pasur që ai na e ka lënë trashëgimi dhe vërtet është thesar i paçmuar. Por nuk është vetëm Atë Antonio Belushi, i cili mund të flasë shqip. Mund të flasin shqip, po të shkoni në Puri apo në Padagorio, janë këmbanat që flasin shqip. Por po ashtu po të shkoni edhe në San Demetrio Korone, është kolegji Adriano që flet shqip. Flet shqip edhe shtëpia që duhet të jetë muze në fakt, po s'është muze dhe duhet ta bëjë muze. E Jeronim Deradës, i cili shkruante vetëm kur ai frymëzohesh nga dritarja që hapesh dhe ishte shikonte Shqipërinë. Po kështu Pjana Albanezi flet shqip. Dhe të gjithë ato komunat të cilët vërtet ne jemi debitorë si shtet. Shumë faleminderit, suksese konferencës. Faleminderit, Zoti President. Fjalën e ka kryetari i Akademisë Akademik Skënder Gjinushi. I nderuar Zoti President i Republikës së Shqipërisë, të nderuar akademik, profesor, të ftuar, kryetari i komunës, duke ju uruar të gjithëve mirëseardhjen në këtë konferencë që zhvillohet në sallën Alex Buda, ku do të paraqiten ecuria dhe rezultatet e projektit Thirrje vendin tënd. Më lejoni të përshëndes veçanti prezencën e Presidentit të Republikës, duke e vlerësuar atë si një mbështetje për zhvillimin e shkencës në tërësi dhe posaçërisht për Akademinë e Shkencave dhe strukturat pasaj
dhe për tërë kërkuesit dhe studiusit. Objekti i këtij aktiviteti i drejtuar në Ledi Shanku dhe Merita Bruci me financim të AKSH-is dhe mbështetjen e 2 instituteve, atë të antropologjisë e gjuhësisë, ka një vlerë të veçantë, jo vetëm për temën që ai trajton, toponimet, të cilat, siç u tha shpesh këtu, nuk janë thjesht emra vendesh, por bashkë me to mbartin historinë, gjuhën, natyrën dhe kulturën përkatëse, por edhe për karakteristikat dhe mesazhet që ky projekt përcjell, të cilat në vetvete ishin dhe janë arsyeja pse u ndërmor reforma e Akademisë Shkencave dhe krahas saj ajo për reformimin e tërë sistemit ton shkencor dhe që përbëjnë synimin ton kryesor në të ardhmen. Projekti i mbështetur metodologji të reja të shoqëruar me teknologjinë e kohës nuk synoi që në emër tyre të mohoj arritjet dhe studimet e mëparshme, por siç thonë autorët, ka arritur që nëpërmjet metodës së re të bashkoj me respekt arritjet e studiusëve tanë pararendës me zhvillimet më të përparuara të kërkimeve ndërkombëtare në këtë fushë. Në arkivat e Akademisë, sot ruhen mbi 250.000 sketa toponimesh e mikrotoponimesh, të mbledhura ndër dekada në etnograf, gjuhëtar, historian, mësues, inxhinier, tokë e pyesh, por edhe nga njerëz të thjeshtë. Projekti nuk u kufizua brenda mureve të Akademisë Shkencave, përkundrazi duke besuar te shkenca e hapur, që është dhe një nga misionet themelore të vetë Akademisë. Projekti ushtrin në gjithë vendin, nëpërmjet një rrjeti të gjerë, mësuesish, nxënësish, bashkëpunëtorësh dhe mbledhësish tradite, duke ringjallur një nga përvojat më të bukura të Akademisë të viteve 70-80. Projekti ushtri tej kufive Shqipërisë deri në Arbëri, çka përbën një prej synimeve dhe politikave të Akademisë në ngritjen dhe organizimin e gjithë njësive të reja dhe ndërmarrjen e projekte madhore, kudo qofshin ato, siç po veprohet për 3 projektet të albanologjisë, fjalori, enciklopedia dhe historia. Tërë komunitetet që ju përmendët, i nderuar zoti president, do të jenë pjesë të enciklopedisë shqiptare. Projekti është një dëshmi e prirjeve kryesore të kohës, ajo që projektet nuk mund të kufizohen brenda një disipline, se bashkëpunimi ndërdisiplinor është një domosdoshmëri edhe në fushat e albanologjisë. Një projekt për emrat e vendeve, në dukje tepër i specializuar, ju desh të ftoj gjuhësinë, historinë, arkeologjinë, e mandej edhe botanikën, hidrikën, agronominë dhe gjeografinë për të arritur synimet e tij. 2 nga punimet më të rëndësishme e më të fundit në nivel ndërkombëtar, që lidhe me konfirmimin e origjinës dhe lashtësisë së gjuhës dhe ADN-së së shqiptarëve, ku kanë marrë pjesë dhe specialistë shqiptar edhe të Akademisë së Shkencave, janë produkt pikërisht ekipesh ndërdisiplinore, përfshirë gjenetikën dhe inteligjencën artificiale. Pra projekti është një model që krahas shumë projekte të ndërmarra me financim të Akademisë dhe të AKSH-it, vërtetojnë pse ishte e nevojshme afrimi dhe koordinimi i kërkimit shkencor tek ne, nëpërmjet ngritjes së një rrjeti institutesh dhe qendrash kërkimore pranë Akademisë së Shkencave, sigurisht në bashkëpunim të ngushtë e të pandarë me shkollat e larta. Riorganizimi i njësive ekzistuese, krijimi përtoj kushteve të nevojshme, si në logjistik dhe në kapacitete njerëzore, rritja e kërkesës dhe e kritere dhe vlerësimit punojësve kërkimor shkencor, sipas standardeve të kohës, shoqëruar sigurisht me rritjen e trajtimit të tyre financiar, si dhe ngritja e njësive të reja në fushat kryesore të dijes, si bio-nanoteknologji, janë bërë të mundura nga kjo përvojë e fituar dhe kushtet e krijuara gjatë viteve të fundit. Shqipëria ka detyrimin të plotësoj arritjet evropiane dhe në fushën e shkencës, si për numrin e kërkuesve, ashtu dhe për nivelin e financimit në raport me GDP-n. Ne si akademi, gjithë personeli kërkimor dhe komisionet pranë
akademisë kanë detyrimin të krijojnë kushtet dhe të rekomandojnë masa përthithjen e tyre në mënyrë efektive. Patjetër ky detyrim i përbashkët do mirëkuptim dhe përkrajen e politikës dhe veçanërisht të ekzekutivit. Ne përshëndesim faktin se kemi mbështetjen tuaj, zoti president. Kjo vlen shumë në kushtet e mjedisit ton, ku ende në emër të politikës, segmente e saj disa ngatrojnë nivelin e doktoraturës tyre me atë të kërkimit shkencor në tërësi në Shqipëri dhe të pjesës kryesore të personelit akademik tek ne apo pranë IAL-ve. Në radhët e këtyre të fundit ka njerëz të talentuar të nivelit të homologëve të tyre në Evropë. Përveç saj, tani janë mundësit të afrojmë dhe përfitojmë nga diaspora jonë shkencore. Disa prej tyre prej kohësh janë në krye të njësive tona si drejtues të tyre. Duke përfunduar, dëshiroj të përshëndes drejtuesit e projektit për punën e lavdërueshme. Falenderoj e përgëzoj bashkëpunëtorët e tyre vullnetar, një pjesë e cilëve ndodhen në këtë sallë, drejtuesen e AKSH-is dhe vetë institucionin për bashkëpunimin e ngushtë midis dy institucionet tona që kanë bërë të mundur financimin e 10 projekteve që realizohen kryesisht nga personel akademik i shkollave të latra, 2 drejtuesit e instituteve që gjetën gjuhën e përbashkët për të krijuar kushtet lehdit, gjë që nuk është e lehtë, për ndërmarrjen e këtij projekti që priste me kohë të rrugëtonte dhe të shpreh edhe një herë nderimin që i bëhet institucionit dhe gjithë pranishme me prezencën tuaj, zoti president. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Kam kënaqësinë të ftoj Daniel Pirushin, drejtoresh e AKSH-it për fjalën e rastit. Përshëndetje gjithëve, i nderuar zoti president, i nderuar zoti kryetar i Akademisë së Shkencave, të nderuar drejtues të projektit, koleg akademik, pjesëmarrës, student nëse ka. Ju falenderoj shumë për që e keni mbushur sallën plot dhe që jeni të gjithë këtu sot për të ndjekur, për të kuptuar, për të pasur një sinergji në këtë moment dhe në këtë projekt me një temë kaq të rëndësishme, kaq atraktive. Një temë e përzgjedhur shumë bukur që ka frymëzuar, por edhe ka ngjatur interes. Kur lexova edhe folësit më pas për temat që do trajtonin, kuptova që do ishte një rrugtim i shkurtër, po i gjatë, duke prekur le të themi gjithë territorin e Shqipërisë dhe përtej, dhe ishte shumë frymëzuese për ta ndjekur dhe realisht me shumë kërshëri pres që të mund të mësojmë padyshim, por edhe për të gjetur veten dhe për të identifikuar gjatë rrugtimit kujt vendi përkasim dhe çfarë na bën dhe na lidh me njëri tjetrin. Në fakt, Agjencia Kombëtare për Kërkimin Shkencor është duke riformatuar vetveten, duke riparë dhe duke riformuluar le të themi të gjitha strategjitë dhe objektivat e saj, duke parë dhe çmuar të gjitha programet kombëtare po dhe ndërkombëtare, duke bërë rrugtimin e saj pak më të lehtë. Dhe prania jon këtu, krah për krah me Akademinë e Shkencave, gati në çdo projekt, si në mënyrë të drejtë për drejtë në shkëmbimet edhe ditore apo edhe javore, por edhe duke qenë se është pjesëmarrëse në bordin e administrimit me një ndikim të drejtë për drejtë në të gjitha vendimarrjet tona, e ka kuptuar rrugën tonë dhe përpjekjen tonë për të ngritur metodologji, udhëzime, akte rregullatore në mënyrë që të mund të orientojë dhe të mund të adresojë sa më saktë nevojat e komunitetit, siç edhe u fol nga parafolësit, 2 fjalë shumë të rëndësishme, shumë të bukura, frymëzuese gjithashtu, por frymëzoi tema padyshim. Është një rrugtim në fakt për të gjithë ne, për të kuptuar nevojat për edukimin, nevojat për komunitetin, pastaj për kërkimin shkencor, të gjitha në funksion të komunitetit dhe të njerëzve. Dhe në fakt neve është një lajm le të themi ose një ndarje me ju sa i përket rrugtimit të vetë AKKSH-is, për të mund të adresuar realisht këto nevoja në 4 programet kombëtare. Ju e dini shumë mirë që neve tashmë kemi një rrugë të shtruar. Në 16 vite AKKSH-i kemi një rrugë të shtruar dhe tashmë njihemi dhe shkëmbejmë sistematikisht dhe në mënyrë profesionale me njëri tjetrin. Por këto data të arritura deri tani do të mundet dhe do duhet të prodhojnë informacion të tillë për të adresuar thirrjet e radhës. Synimi ynë është që në thirrjet e radhës të jemi sa më objektiv, të jemi sa më të orientuar sakt dhe jo
padyshim në të gjitha fushat që janë të përzgjedhura për të pasur kërkim shkencor, por duke adresuar nevojat reale në territor. Nëpërmjet infrastrukturës ndërtimore, open science, politikat tona për të bashkërenduar, për të vënë në dukje në pak për të bërë një screening të gjithë territorit dhe të gjithë infrastrukturës në dispozicion, nëpërmjet kërkimit shkencor në vetvete dhe prezencës tonë në të gjitha botimet ndërkombëtare, me Scopus, me vizibilitet të lartë, por edhe duke formuar bibliotekën tonë, por dhe me programet kombëtare që lidhen me biznesin dhe me nevojën aktuale për industrinë, teknologjinë dhe inovacionin, nëpërmjet mbështetjes së doktorantëve të rinj. Të gjitha këto 4 programe kombëtare në vetvete janë një motor për të shtyrë dhe për të bërë prezencën tonë dhe ndërkombëtarisht. Ky është fokusi ynë dhe objektivi ynë për të adresuar le të themi dhe nevojat e aderimit në mënyrë që të mund të jemi të përgatitur, në mënyrë që të jemi të ngjashëm dhe të jemi të gatshëm të garojmë në atë tregun ndërkombëtar lart. Shifrat dhe numrat që shumë shpejt do i ndajmë dhe me ju, ne kemi shifrat e vitit 25, por tani më publikojmë radhazi të gjitha programet edhe shifrat shumë shpresëdhënëse sa i përket përthithjes. Ky është një nga këto projekte në fakt që na krenon, na zgjon vëmendje, na jep sigurinë, jo vetëm padyshim për përmbajtjen që do e shohim deri në fund, por edhe mbi të gjitha për tërheqjen që ka pasur të zotit president, të vetë Akademisë së Shkencave, po edhe të komunitetit që na rrethon, të thonën gjithashtu, dhe në është një siguri për vazhdimsinë, sepse siç edhe zoti president e përmendi, duhet ta zgjerojmë kërkimin dhe të mund ta adresojmë dhe ta sjellëm sa më afër dhe sa më lehtë të lexueshëm për të gjithë audiencën. Unë jam shumë e nderuar në fakt që krah për krah me Akademinë e Shkencave e bëjmë rrugtimin tonë të sigurt dhe e bëjmë sa më të prekshëm për komunitetin, për njerëzit, për ju, për ne, për të gjithë shoqërinë. Ju falenderoj shumë për këtë konferencë dhe uroj punime sa më të mbara dhe votim sa më të mirë në fund. Nderuar drejtoresh, kam kënaqësinë të ftoj akademik Walter Memishej për përshëndetjen e kësaj konference, drejtori i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë. I nderuari President i Republikës së Shqipërisë, Profesor Bajram Begaj, i nderuar Kryetari i Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi, e nderuara Drejtore e AKSHI-së Zonja Daniel Pirushi, i nderuar Kryetari i Komunës së Ururit Molise në mjedisin Arbresht Italisë, i nderuar Drejtori i Institutit të Antropologjisë Profesor Lelaj, të nderuar organizatorë të konferencës, të nderuar të pranishëm. Më lejoni që në emër të punonësve të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të përshëndes konferencën kur toka flet me emra, hapësira si kujtesë, si vepritari në kuadrin e projektit të radhojit të onomastikës së Shqipërisë, financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe të urojë asaj mbarvajtje dhe sukses. Konferenca si vjet me ndjek konferencën e një viti më parë, thirrë vendin tënd hapësira, kujtesë gjuhësore, historike dhe antropologjike, por tashmë me një frymëmarrje shumë herë më të gjerë, me një tematik shumë më përfshirëse, e njëherëzi më të hapur e me një pjesëmarrje shumë të kënaqshme. Vlerësimi i veçantë vjen për nisëmëtarët e organizatorët e veprimtarisë, për Institutin e Antropologjisë, për grupin e punës, e veçanërisht për 2 bashkëdrejtueset e tij, profesore Ledi Shamku e profesore Merita Bruci, që punuan e po punojnë për të realizuar projektin dhe përveç veprimtarive të tilla të dinjitetshme, për të nxjerrë në pa përurjet, arritjet dhe hapësirat që ai krijon për sipërmarrje të tjera në të ardhmen. Projekti i miratuar fillimisht në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë fatmirësisht vazhdoi e po përfundon si projekt ndërmjet 2 institucioneve. Rezultatet e punës së kryer tregojnë se mbështetja jo thjesht financiare nga AKKSHI-ja u së ndërtua në një projekt me peshë e me arritje në albanologji. Konferenca si shpërfaqe e punës së bërë në mbi 2 vjet e gjysmë është tregues tjetër dhe shumë domethënës i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe këtij institucioni tashmë të identifikuar në mbështetje të projekteve shkencore, si dhe shtys për aplikime të tjera për projekte të një spektri të gjerë
e sidomos të atyre të tipologjive kombëtare. Shqipëria dallohet për një makro-mikrotoponimi të pasur, që lidhet me një diversitet geografik që rrallë gjen, me relief fushore malor, me burime ujore, me florë e faunë të pasur. Historia mira vjeçare, etnokultura, psikologjia, ekonomia, besimi fetar e tjera, janë burime me të cilat ngrihen mira e mërvendesh. Në kartotekën e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë gjenden një fond, si tha dhe kryetari i Akademisë së Shkencave, me mbi 250.000 toponime, për mbledhjen e cilave janë organizuar ekspedita shkencore në gjithë rrethet e Shqipërisë. Toponomastika shqiptare e plotson pamjen e vet me pasurinë e toponimisë në Republikën e Kosovës apo në trojet shqiptare në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi, në Luginën e Medvej, Preshevë, Bujanovcit, e Mëgjerë, e Qeshmbledhur dhe shumica janë shpasqyruar në fjalor. Puna në terren e studiuesve a e bashkëpunëtorëve të Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë për 10 vjet dhe aty të folklorit çojnë ngritjen dhe pasurinë e kartotekës së toponomastikës, e cila së bashku me kartoteket e tjera i ka shërben si një burim i pazënësueshëm për punë kërkimore shkencore, shumë plançe, gjuhësore, historike, etnologjike e tjera. Por puna me projektin radhoi i toponomastikës së Shqipërisë çoi ridimisionimin e pasurisë toponomastike në kartotekën e Institutit të Gjuhësisë si digitalizim fundor e cilësor, duke bërë atë lehtësisht të shfrytëzueshme nga studiuesit apo nga personat e interesuar. Njëherëzi, ruajtja e toponimeve në këtë format zgjidh dhe problemin e shpëtimit nga formati letër, duke evituar dëmtimet e përpasoj humbjen e të dhënave. Ky proces dhe ekspeditat në terren gjatë këtyre 2 vjetëve janë bërë 5 ekspedita, 4 në Shqipëri dhe 1 në mjedisin Arbresh, që synuan në vjelje të reja, verifikime të ndryshme, vjelje të gjurmë zanore e çdo të dhënë tjetër që lidhe me toponimin të marrë në shqyrtim për bërë një vlerë të shtuar të këtij projekti. Formati i tyrezave të rrumbullakta, 8 të tilla dhe shumë ditë studimore në kuadrin e radhojt të toponomastikës së Shqipërisë u trysnuan nga vetë kërkesat e projektit dhe nga lënda që u grumbullua, por ai krijoi gjedhje të reja pune e cilësi më të lartë të studimit dhe të kërkimit shkencor. Të nderuar të pranishëm, toponomastika shqiptare po mbush 2 shekuj si një disiplinë që ka fillesat tek interpretimi i emër vendeve shqiptare nga Thunmann e pasti nga Johann Georg von Hahn, që shpjeguan përmes shqipjes shumë toponime ilire. Hahn i vërtetoi se mjaft emra vendesh të viseve shqiptare janë vijimi drejt për drejt i emërtimeve të dikushme ilire dhe zbuloi disa mjete fjalëformuese ilire që rrojnë në emrat e sotëm shqiptar. Ai arriti në përfundimin se shqipja është vëjuese drejt për drejt e njëjtë prej dialekteve të vjetra të Ilirishës dhe u bë mbrojtësi i vendosur i tezës së autoktonisë shqiptare në viset e tyre të sot, kurse kërkimet dhe studimet e albanorëve shqiptar në shekullin 20 që referojnë te toponimia e argumentuan në mënyrë fundore e tepër shkencore këtë çështje. Patriarku i gjuhës shqipe akademike Qenë Çabej në artikullin Problemi i autoktonisë shqiptarëve në dritën e emrave të vendeve, duke ndalur në disa emra vendesh si Raguz, Rush, Nausius, Nish, Skardus, Shar, Lisus, Lersh, Drivasu, Ndrisht, Skupi, Shkup e tjera, e duke debatuar me lingvistë me historian evropian në zë, shkruan se këta janë disa nga emrat e vendeve të lasha të Shqipërisë që peshojnë në punë të autoktonisë së shqiptarëve. Unë përfundoi, shkruan akademiku, se ka një kontinuitet në banimit të shqiptarëve në vendin e tyre të sotëm, të paktën që nga koha e vjetër. Emrat e moshëm të vendeve në formën e tanishme dëshmojnë se ky popull rron pa prerë në brigjet e Adriatikut e që prej asaj kohe e gjen më sot. Konferenca sotme ndërkombëtare, po edhe një herë rëndësinë e toponomastikës për studimin e së cilës del në plan të parë ndër disiplinarësia e shkencave albanologjike, shoqërore dhe jo vetëm. Gjithashtu, konferenca sotme si e kundrime e trajtime interesante për toponimin e mbartërave shqiptare në bazën e studiuesve të shquar siç janë Çabej, Idrizajeti, Shabandemire e tjerë. Duke përfunduar, theksojmë se realizimi i suksesshëm i projektit financuar
nga AKSSI-a mundsoj hapësira të reja për sipërmarrje studimore. Një vështrim më mbarkombëtar dhe konferenca e sotme është shpërfaqëse e një pjesë të punës së bërë. Me këtë rast i uroj edhe një herë sukses asaj, sukses kumtuese dhe vlerësim të merituar drejtuesve dhe grupit të punës për realizimin e projektit. Faleminderit. Faleminderit, profesor Memishaj. Në fjalën time përshëndetse dhe lidhse e majta në fillim, kështu që ftoj Emiliano Pleshën nga komuniteti Arbëresh për nënshkrimin e kësaj marrëveshje kaq mirë pritur në Institutin e Antropologjisë. Mirëdita gjithëve, u jam Emiliano Plesha, jam tu me Mikej e vin nga Bashkia Ruri. È un grande piacere per me essere qui, ospite della professoressa Ledi, di Olsi, professor Olsi, dell'Accademia con il Presidente e con il Presidente della Repubblica, che l'anno scorso ci ha onorato della visita nelle nostre comunità Arbresh del Molise. Vedo anche il professor Gioacchino Desiderio qui in questa sala, apparteniamo alla stessa regione dell'Arberia, quella molisana. E essere qui in Albania oggi per la nostra comunità è un momento unico. Andiamo a chiudere un patto, ma apriamo una strada, apriamo un percorso che è nato quasi per caso e lo facciamo attraverso la nostra tradizione più importante, ovvero la corsa dei carri. Eh sì, la corsa dei carri è la nostra anima, è il nostro sentimento più forte. E essere qui per rappresentare non solo la comunità di Ruri, ma tutti coloro che ogni giorno inseguono un sogno, inseguono un'identità e lo fanno semplicemente perché fa parte della nostra storia. La corsa dei carri è quanto di più bello c'è. E ritrovarsi nella terra madre, dall'altra parte dell'Adriatico, per parlare di corse dei carri, per parlare di una cultura, per dire che finalmente anche gli Arbresh esistono e sono più forti rispetto a prima, noi siamo contenti, onorati di iniziare questo nuovo percorso che ci porterà, io lo credo e lo spero finalmente, all'interno dell'UNESCO. La corsa dei carri di Ruri all'interno dell'UNESCO sarà non solo un momento di gioia per la nostra comunità, per il Molise, ma per l'intera Arberia. E oggi, ripeto, essere qui è un momento di gioia assoluta. Porto i saluti del sindaco, l'avvocato Laura Greco, porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale di Ruri e dell'intero consiglio comunale, della struttura del comune di Ruri e di tutta la comunità che con gioia attende questo risultato e questo grande premio che verrà concesso alla nostra tradizione più grande, ovvero la corsa dei carri. Grazie. Mirë, me qënë se me një sugjerim të drejtë, ta përmbledh? Okej, me një sugjerim të drejtë të drejtorit profesor Olsit, Lelajt, me qënë se nuk ishim përkthim simultan, për përmbledh unë me dy fjalë shkurt, fjalën e nënkretarit komunës Ururit, Arbreshe. Është një moment shumë i veçantë ky, sepse nuk lidhet thjesht me këtë projekt që gjurmon emrat e vendeve dhe hapësirën si kujtesë, po lidhet sidomos me traditën më të bukur që ka komuna e Ururit, traditën Arbreshe, për cilën shpesh kemi folur dhe në Shqipëri, që është gara, rrjedhja e qerreve, siç e quajnë, me qerre dhe me kuaj, është një traditë e stërlashtë e tyre, që do thotë padyshim, edhe jona ka një punë të përbashkët nga të dyja palët dhe jemi shpresë plot për të mos thënë edhe besim plot që doja dalim ta çojmë në UNESCO këtë traditë, pra që Arbreshët tanë me këtë pikërisht me këtë garë, e cila sjell krejt shpirtin e komunitetit, po edhe me disa surpriza që po i lëm pak më vonë, jemi shpresë plot që edhe me vëmendjen e ministrisë sigurisht do jetë pjesë e UNESCO-s, trashëgimisë UNESCO. Kaq. Tani fjalën Kjo me të vërtetë është një marrëveshje shumë e rëndësishme për institutin, sepse bëhet një nga urat tona të komunikimit me komunitetin arbëresh dhe detyrimisht dhe për
mbështetje në kërkim dhe në dhënien e një shtyse për përgatitjen e dosjes UNESCO-s për sa i përket rritit të qerreve. Kështu që Ledi mos është e gabuar, ne kemi edhe një përfaqësi nga Bashkia Roskovec, e cila është binjakzuar me komunën e Ururit pikërisht për sa i përket të doja nëse një përfaqësues nga bashkia që mund të thotë dy fjalë. Lutem.